Këtu është horoskopi i premte 9 maj 2025. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin e horoskopi i Fationit. Dashi. Gjatë kësaj periudhe do të keni mundësinë të rinovoni jetën tuaj. Më i forti mund të provojë eksperimente të reja, punë të reja dhe dashuri. Demi. Mundësi të mira. Ditë ideale për të reflektuar dhe kuptuar se ku doni të shkoni dhe nëse keni bërë më shumë për të tjerët se sa për veten tuaj, ka ardhur koha për të ndryshuar. Binjaket. Marrëdhënia e padobishme do të prishet, nëse duhet të bëni një zgjedhje midis dy personave do të thoni së shpejti se si mendoni. Nëse ka diçka që nuk shkon, bisedoni me personin në fjalë, sot fjalët tuaja kuptohen më mirë. Në punë jeni në pritje të lajmeve. Gaforja. Midis sot dhe nesër, takimet janë më të lehta dhe ja vlen të shkoni në vendet ku është e mundur të bëhen njohje të reja, veçanërisht për sa i përket sferës profesionale. Luani. Ka një njeri që nuk e kupton më, ose për arsye pune apo personale shpesh je larg shtëpisë dhe kjo nuk të ndihmon për të kuptuar çiftin. Sot dukeni të tensionuar, pak siklet fizik. Shmangni bricjapin dhe virgjëreshën, sot kërkoni qetësi. Virgjëresha. Promovime dhe përparime të mundshme. Dashuria mund të bëhet përsëri protagoniste. Peshorja. Provokime që mund të jenë gjithashtu të vlefshme në përpjekje për të reaguar dhe ka përcyer një konflikt pune. Është e mundur që jo gjithçka që dëshironi të rinovoni mund të arrini, kjo është e qartë. Akrepi. Ju rikuperoni tonin dhe vullnetin fizik, por kohët e fundit ka pasur shumë gjëra për të bërë, aspekti fizik i një marrëdhënieje duhet të rikuperohet. Ndoshta disa dyshime ose pasiguri në lidhje me aktivitetin, përpiquni të qëndroni të qetë. Shigjetari. Është një ditë e rënjes së lehtë fizike. Në mjedisin familjar ka konflikte që duhen shmangur. Në dashuri nuk jeni të bindur, mos merrni vendime të menjëhershme. Bricjapi. Shumë oferta për punë, veçanërisht nëse jeni të vetëpunësuar, por nuk jeni të pasigurt, nuk dini çfarë të bëni. Dialogu nuk është i lehtë me dikë me të cilin keni qenë për ca kohë. Ju do të duhet të hiqni dorë nga diçka në favorin tuaj. Ujori. Është një ditë e bukur dhe duhet të filloni të bëni plane afatgjata. Iniciativat e favorizuara por për të ardhurat do të duhet të presin, dashuria rifiton lartësinë. Peshqit. Nga pikpamja sentimentale, periudha është më e mirë, por duhet të harroni atë që mendoni se është një humbje. Çështje pozitive të parave. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.